Gjua shqipe është një prej shtyllave më të rëndësishme të identitetit tonë, por njëkohësisht edhe një fushë që vazhdon të jetë objekt studimi, hulumtimi dhe diskutimi në qarqet akademike ndërkombëtare. Pikërisht për të trajtuar zhvillimet, sfidat dhe perspektivat e Shqipes, në kuadër të seminarit të gjuhës shqipe, mblidhen studiues dhe profesor nga Kosova, por edhe bota. Sot në studio kemi profesorin Brian Joseph, profesor emeritus i Universitetit të Ohjos dhe një prej emrave të njohur në fushën e gjuhësisë, si dhe Mimoza Asani Planën, sekretare profesionale të seminarit që do t'i diskutojmë të gjitha detajet të seminarit bashkë me ta. Do të flasim për pjesëmarrjen në këtë seminar, rëndësinë e studimit Shqipes dhe 3 perspektiva gjysore të saj. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është kënaqësi profesorisht që kemi sërish në programin e mëngjesit. Faleminderit shumë edhe për mua. Dhe faleminderit që rrini afër aktiviteteve tona. Absolutisht me kënaqësi të madhe për lidhjen në ditën e nisjes së seminarit ne folëm edhe e përcjellim vazhdueshëm rrjedhën e seminarit për gjatë ditëve, por edhe kemi shpeshherë mysafir që i avlen me i pas në studio edhe me diskutu me ata. Një prej tyre është profesori Brian që prana vjen nga Universiteti i Ohajos. Profesor, Universiteti shtetëror. Shtetëror, po, na vjen shumë mirë. Nuk e di nëse riktheheni për të disatën herë në seminar, keni qenë edhe më herët apo jo? Po, është për mua është një eksperiencë shumë gëzuar, sepse kam interes në gjuhën shqipe për shumë vjetë nga tretje... Mund të thoni në anglisht, po? 30 years. Me Shqip. Edhe fillova të studioja gjuhën Shqip, kur studioj historinë e gjuhës grekishtje, veçanërisht historinë në vitin e fundit. Jo vetëm grekisht e vjetër, por gjithashtu historinë greqisht e re. Kur ju lindi interesi për gjuhën shqipe? Sepse ju në radhë të parë keni studiuar pra greqishtën e lashtë, greqishtën e vjetër, edhe mandej rrugës u ngjall interesi edhe për gjuhën shqipe. Si nisi, si lindi? Po, gjetas se nuk mund të studioja historinë e grekishtjes pa studiuar historinë e gjuhëve që është gjithashtu në Balkan, sepse kishte kontakt midis gjuhëve në Balkan nga periudhe klasike edhe periudha bizantine edhe periudha moderne ka kontakt. Po, nga kontakti midis gjuhëve ka ndryshime gjuhësore që mund të pam veçanërisht në leksik, në fjalë huazime që fillojnë në një gjuhë edhe janë gjetur në
gjuha tjetër. Nga periudha shumë e lashtë edhe periudha moderne. Edhe historia e gjuhës shqipe ka shumë lidhje me histori e gjuhës grekishte, greke. Për këtë arsye nuk mund të studioja historia greke pa studiuar shqipe, sepse historia gjuhëve është shumë ka shumë lidhje. Profesoresh, e thash edhe në fillim të prezentimet, seminari i gjuhës shqipe vazhdon të jetë shumë i rëndësishëm për vendin tonë edhe po flasim kështu nga seminari nga ky edicion, po është seminari i 44-t. Edicioni i 44 këtë vit. Çfarë do të sjellë këtë vit ky aktivitet, ky seminar edhe çfarë e bën ndoshta të veçantë si edicion? Si vjet po është edicioni 44 i seminarit, pra që është një periudhë shumë e gjatë që zhvillohet në Prishtinë, seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë, kulturën shqiptare dhe vazhdon tradita sigurisht edhe viteve paraprake, ku do të ketë studime mbi gjuhësinë, letërsinë, kulturën shqiptare. Programi si vjet është shumë i pasur. Çdo vit ka të reja në këtë seminar. Si vjet numri i kursistëve, të cilët kanë shprehur interesim për të mësuar gjuhën shqipe, është dikon mbi 50% janë të rinj. Edhe kjo do të thotë është një arritje, një rezultat i mirë, një prurje e këtij viti, ndërka që është edhe aktivitetet që do të shënohen për 300 vjetorin e arbreshme të Zarës, ku kemi pas një koncert me Dina dhe Mel, të cilat kanë performuar muzikë armëneshe. Pastaj i kemi edhe shqiptarët e Mandricës, që vinë për herë të parë në këtë seminar. Programi, sigurisht gjithçka është e re, të temat, vizitat kulturore që realizohen. Edhe mysafirët që i kishtë një nivel shumë të lartë të mysafirëve që huzve. Do të thotë janë mbi 110 kumtesa, ligjërata dhe referime. Edhe që të realizohen këto për 2 javë ditë, është një program shumë i pasur që fillon ora 9 të mëngjesit dhe përfundojmë dikon pas orës 20 në mbrëmje. Duke filluar me kurset për mësimin e gjuhës shqipe, pastaj janë ligjëratat, janë referimet, aktivitetet e tjera kulturore, të cilat e shoqërojnë pjesën shkencore edhe didaktike, të paktën që të mos jetë shumë e mërzitshme vetëm kjo pjesë, dhe vizitat në për Kosovë. Në për disa vende, po. Tema është Shqipja dhe 3 perspektivat e saj gjuhësore. E profesorit. Po. E profesorit, ndërka që ne temën e seminarit, do të thotë i kemi 2 tema gjithmonë. Në gjuhësi janë studimet gramatikore, transformimet gjuhësore dhe zhvillimet sociokulturore të Shqipës që kryesin të shekullit 21, ndërka që letërsia është letërsia shqipe dhe lexuesi, si temë e parë, ndërka që si temë e dytë është adeu fizik, metafizik, surreal, letërsinë shqipe. Në këto tema, po përveç këtyre tema në ligjërata, ka pas ligjërata është një tjetër e veçantë që ka qenë dje për me rastin e 20 vjetorit të shkuarjes në amshim të presidenti Ibrahim Rugova, një ligjëratë që ka ngjallë shumë interes, edhe është trajtuar nga studiosë veprës presidentit Ibrahim Rugova, që është prezentuar dje. Kështu që ligjëratat janë edhe jashtë këtyre temave të përcaktuara, ndërka që kumtesat shkencore rrinë brenda tyre. Edhe ky seminar është ngjarje shumë e rëndësishme për albanologjia nga pikpamje ndërkombëtar. Edhe mendoj se është ngjarje më e rëndësishme për albanologji. Mirë, profesor, a keni qenë ma herët në seminar? Po. Kur ka qenë viti i parë që keni qenë në seminar? Hera e parë? Hera e parë është përpara
vitesh erdha me një grup studentëve edhe profesorëve nga universiteti ime për dy javë këtu. Banuam në Hotel Grand, kur është vetme hotel në Prishtinë. Nuk e di nëse punon të lifti ose jo, po punon të herbasere. Mirë, edhe tash riktheheni për herën e dytë, po thoni se vërtet gjitha albanologët mysafirët që kemi thonë që seminari është një pikë takim më i rëndësishme, apo jo? Sepse përveç ju që, si më thonë, vini si ligjërues, si mysafirë dhe ndihni edhe kolegët e tjerë, është edhe një vend takim edhe i profesionistëve të njëjtit interes nga vendet të ndryshme të botës. Pra, edhe kjo është një rëndësi të veçantë për juve edhe për gjithë të tjerët, apo jo, profesoresh? Për botë, në fakt, sepse ka interes në gjuhën dhe në historinë shqip, jo vetëm në Kosovë edhe Shqipëri, por ka interes ndërkombëtar në Evropë, në Azi edhe në Amerikë. Sa këta grandëtët është ngjarja më e madhe albanologjike që zhvillohet, jo vetëm në Kosovë, por duke përfshirë dhe qendrat e tjera shqiptare dhe gjithë studiosit që kanë interesim të merren me albanologjinë. Është tjetri një sukses i seminarit është edhe ndërlidhja e studiosëve, sepse nga takimet që bëhen seminar, zakonisht gjatë vitit ose dhe më tutje, ne kemi rezultate edhe në bashkëpunime tjera që sjellen projekte shkencore. Prandaj kontributi i seminarit është shumë dimensional. Ndërkaq pjesa tjetër, sigurisht që është edhe promovimi i letërsisë shqipe dhe i kulturës në qendrat nga vina tanë, edhe në një farë formë këto 2 javë të fundit të gushtit, sikur të gjithë e dinë që e ndajnë kohën që nga fillimi i vitit që do ta kalojnë Prishtinë dhe këto ishin kryesisht përshtypjet që po marrim si vjet nga kursistët, seminaristët, ndërkaq nga të rinjët që i pyesim, se sidomos pjesa e studentëve që kanë interesim për mësuar gjuhën shqipe, kjo gjithmonë bën kurioztare se është një gjuhë të vogël, në një vend të vogël në Ballkan, edhe nëse vjen nga shtete jo vetëm ballkanike, evropiane, po dhe më të largëta, ata ndonjëherë kanë marrë dhe referenca nga vetë seminaristët që kanë qenë viteve paraprake, nga përshtypjet e mira që i kanë dhënë ata, kështu që numri i tyre rritet çdo vit. Interesi është në rritje, gjithmonë. Që do të thotë që rezultatet e një bashkëkomunikimi dhe bashkëveprimi të çdo vere edhe sjellën edhe zgjerimin dhe promovimin e tij edhe më tej. Shpesh flasim për gjuhën shqipe, ndoshta vetëm në kontekstin e standardit, por edhe drejt shkrimit. A është kjo ndoshta qasja më e ngushtë profesoresh e qasjes ndaj gjuhës shqipe në përgjithësi? Si vjet ka ligjërata shumë interesante dhe do t'ju kisha ftuar që të vini, do të t'i krijonin përshtypjet e juaja vetë, duke qenë se unë jam sot mysafire këtu si sekretare profesionale e këtij seminari, do të mund të flas për temat të cilat prezantohen si vjet. Ndërkaq specifikisht për pyetjen tuaj që është shumë interesant, ne mund t'ju propozojmë mysafirë të cilët merren me këtë fushë dhe me studime të ngushta, dhe sigurisht do dalin diskutime shumë të mira nga kjo. Ose ju vazhdimisht nga hapja e seminarit keni përcjellë dhe kam pa që keni realizuar kronika shumë të mira, edhe mund të vinë ndoshta specifikisht në ato ligjërata dhe kumtesa që trajtojnë çështjet gjuhësore për të marrë rezultate shumë të mira mbi interesimin tuaj. Dhe ndodhet çdo vit kemi këtë eksperiencë në seminar. Ju vini shpesh, profesor, a? Po. Çdo vit gati? Çdo vit është e pamundur, ndoshta me ardh, po vini shpesh. Mirë, andoni pak të ligjëratat që ju e keni pas, profesor. Pra, e keni pasur ligjërata me titull 3 perspektivat të Shqipës, Shqipja si gjuhë indo-evropiane, Shqipja si gjuhë ballkanike dhe Shqipja si gjuhë njerëzore. Ku ishte theksi i kësaj ligjërate? Edhe mundeni më na zbërthy pak më tepër edhe për shikuesit. Theksi
ishte egal, sepse çdo gjuhë edhe veçanërisht shqipja ka këtë perspektive në historinë dhe në strukturë edhe në leksik e gjuhës. Jo vetëm një gjuhës, por gjuha generalisht nga pikpamje generale. Edhe për Shqipe, sepse nuk kemi dokumenta shumë e lashtë, mund të gjejmë historinë nga gurime në leksik, gurime në strukturë, edhe që jepin gurime historisë e gjuhës. Për shembull, kemi fjala nga grekisht e lashtë, grekisht vjetër në Shqipe tani, për shembull lakën që ham Për sallat. Ne po në gjellë, po për sallat. është huazim nga grekisht lachana, shumë e lashtë, grekisht e vjetër, jo grekisht modern. Edhe kemi në Shqip fjallën mokën në gegnisht, është për që bluan mirë. Është nga fjalla grekisht machana, që shkoj nga grekisht edhe në latinisht, është latinisht fjalla e latinishtës makina, që është tani në Shqip nga latinisht makin për auto. Cila ka qenë fjala ma e vështirë në gjuhën shqipe që e keni mësu? Për mua është shumë e vështirë. Vetë gjuhë shqipe? Gjuhë shqipe, po. Sepse ka një aspekt shumë ndryshme me gjuhën evropean. Për shembull, për fjallë gjasht, nuk ka lidhje me latinisht sex, six. Numri 6. Numri 6. Pero por nuk është e njëjtë në gjuhën shqipe. Nuk është shumë e lehtë të gjejmë këtë lidhje, sepse sex edhe gjasht janë shumë ndryshme. Ndryshme. Disa një fjallë, profesor, a ka gjuha shqipe që ka huazu fjallë gjuha e vjetër shqipe për gjuhët e tjera në bazë të studimeve që ju i keni bërë, qoftë për greqishtën, qoftë për gjuhë tjera evropiane, ose dhe për te? Në historinë grekisht kemi për fjallë është, kemi eni, edhe eni është, nuk është
verb? Folje. Folje, nuk është folje, është partikull, edhe sepse është shkurt, ndoshta ka lidhje me folje në Shqip, që ka një syllable, edhe në grekisht në periodën helenistik ka eni edhe NSD. Eni është shkurt, edhe në Shqip ka edhe është ansht. Është shkurt. Ndoshta formi shkurt në Shqip ka influencë me formin shkurt në grekisht. Okej. Po, profesoresh, do të flasim edhe pak sigurisht për edicionin e këtij viti, një seminar I tillë thatë edhe ju, nuk është vetëm për akademikët, është I hapur edhe për gjithë ata që dëshirojnë bëhen pjesë e ligjëratave, nuk duhet me patjetër të jenë student, kush mund bëhet? Sot është një ligjëratë shumë interesante, cila trajton temën hynesha në Front, jetë shkrimi kulturor I një artefakti. Është prej orës 12 dhe kjo sigurisht jo vetëm kjo ligjëratë, por dhe ligjëratet e tjera janë të hapura të gjithë ata që kanë interesim për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Kjo sot është prej orës 12 dhe është e hapur për gjithë. Madje dhe I ftojmë, sepse do të thotë kjo figurë prezantohet nga profesor Sedat Bajraliu, Sadi Krasniqi, Shemsi Krasniqi, ndërsa drejtues është profesor Arben Hajdari. Këtë është një nga temat shumë interesante, duke pas parasysh edhe vetë, do të thotë simboli I seminarit është hynesha në Front. Përveç që mund të ndiqen drejt për drejt, ligjëratat kryesisht mbahen në sallën e Dvizajetit në Fakultetin e Filologjisë, por ligjëratat të cilat kemi pa që ka interesim shumë të madh mbahen edhe në amfiteatrin e Bibliotekës Universitare. Janë të hapura për gjithë të interesuat. Ata që nuk munden të vinë për ndjek ligjëratat, mund të shohin drejt për drejt në linkun, po, në platformën në Facebook. Seminari ka një platformë në rrjetet sociale vetëm në Facebook, edhe transmetohen të gjitha ligjëratat drejt për drejt, ndërkaq kumtesat prezantohen me një abstrakt dhe paraqitjen përmes një fotografie të secilit referues. Është interesant, ka pjesëmarrje jo vetëm të studentëve, ka edhe të personave të cilët kanë mbaruar studimet, po ka edhe nga ata të shkollës së mesme të lartë. Është e kënaqshme kur e sheh që çdo ditë, ndonse ka ligjërata të shpeshta, audienca është e mjaftueshme, ndoshta aq sa hapësirë kemi në sallat tona. Edhe mirë është interesi, po është në rritje vazhdueshme, pra nga edicioni në edicion ka mundësi të përzgjedhje pra të ligjëruesve dhe të studiuesve që disa prej cilëve aplikojnë apo jo. Për të qenë pjesë e seminarit edhe vërtet kjo është një lajm inkurajues për interesin për gjuhën shqipe kudo në botë. Apo jo. Programi është shumë I pasur. Si vjet nëse e shihni të këto ne sa I kemi është kaq I ngjeshur me 25 faqe, janë të gjithë studiues të temave të cilat trajtuan deri tash, po që përmendet I ka të ftuar dhe ka që aplikojnë. Të ftuar janë të disa persona të cilët kanë krijuar veprën e tyre, ndërkaq ata që aplikojnë janë edhe kryesisht të ri në karrierën e studimeve, po edhe kursistët që kanë interesim për të mësuar gjuhën shqipe, e kanë përcjell vazhdimisht që prezantimin e drejtoreshës së seminarit Lindita Sejdiu, ka sqaruar do të thotë edhe hapjen shumë mirë te prezantimi juaj që patët javën e kaluar. Të hënën duket të kishim, Po, në fakt të hënën. Në ditën kur nisi seminari. Kur është dinamika madhe duket që është shumë. 24 orë tona është shumë gjatë dhe po kujtoj që kanë kaluar shumë se një javë. Ku ndonjëherë dhe mundësia nuk është aq e madhe që të kemi të gjithë ata që aplikojnë për të qenë pjesë. Por e mira është që ka mundësi zgjedhje. Po fla,
Po. Flasim pak edhe për diasporën, me qenë se kjo është periudha e fundit që i kemi këtu ndoshta edhe prezant, por me qenë se është edhe mundësia që të mund përcillet edhe përmes platformave. Me kaq shumë shqiptarë ndoshta sa kemi në vendet ndryshme të botës që jetojnë gjithandej, so është e rëndësishme që brezi i rinj ta ruaj dhe ta mësoj gjuhën shqipe. Seminari vetë është një mundësi që të jenë pjesë edhe të rinjët nga diaspora, të cilët po kalojnë pushimet verore këto ditë në Kosovë. Ndërka që te kursistët, kryesisht janë të huaj. Janë kursistë të huaj që kanë shpreh interesim për mësuar gjuhën shqipe. Por duke qenë se programi është i pasur edhe në aspektin kulturor, çdo herë dyert janë të hapura edhe për diasporën shqiptare të cilët vegjin këto ditë. Mirë, profesor, qësh është interesi për gjuhën shqipe në Universitetin e juj, ku ju jeni profesor atje në Ohio? Ndoshta, shpresoj se në qoftë se jam në pension, nuk mund të rol shumë e madh, rolin e madh, por kam student tani që është anatar e diasporas shqiptar, është familja e tij është nga Malësia e Madhe, edhe tani ka lindur në Amerikë, por edhe në Shqipëri, edhe në Malezi, edhe në seminar përpara 3 vit. Edhe interesohet në historinë e lashtë e gjuhës shqipe. Është gati të shkruaj disertacion me temën historinë e gjuhës shqipe. Po, a ka student për shumë që kanë shprej interesin edhe për gjuhën balkanike në përgjithësi, po për gjuhën shqipe në veçanti? Po. Edhe a ka mundësi, a ka një, nuk e di, a ka profesor që mund të ligjerojnë atje edhe për gjuhën shqipe, përveç jush? Po. Në Ohio? Në Ohio, po. Mirë, kemi arritur në fund bisedës. Po, besoj që po, nështë me përmbyllë edhe me profesoreshën, edhe për këto ditët që nga kam betë, profesoreshën, pra energjia shumë e mirë në seminarit, mësaferit janë të knaqur, ligjeratat janë shumë interesante edhe atraktive, po edhe kjo pjesa e vizitave, po besoj e ka të mirën e vetë, sepse ka mysafir që vinë edhe duan të njojnë nga afër edhe traditën edhe kulturën, sepse edhe vetë seminari e ka këtë shtyllë si bazë të vetën, apo jo. Pra, jo vetë gjuhën, por edhe kulturën. Gjatë javës, drisa përfundojnë ligjeratat, kemi menduar që ta pasurojmë edhe vikendin me program, kështu që të shtunën do të bëjmë një vizitë në Prizren, atje në bashkëpunim me Universitetin e Prizrenit, seminaristët kanë mundësi që të vizitojnë këtë qendër shumë vjetër shqiptare edhe multikulturore në një farë që ka marrë këtë karakter, po edhe të dielën kemi program në mënyrë që ata të mos ta kenë një rutinë ose të mërzitshme, ndërkohë që thonë vazhdojmë me ligjërata të tjera, koncertet i shoqërojnë në mbrëmje, kështu që është një dyavor i plot, i mbushur, ku asnjëri nuk do ta ndjejë një zbrasti. Po besoj e quajnë seminaristët një pushim aktiv. E vërtet. Se edhe vinë pushojnë, edhe shojnë diçka, por janë aktiv gjatë gjithë ditës, edhe me ligjerata, edhe me mësime, edhe me program të ngjeshur. Shumë faleminderit, profesor. Edhe unë që folëm me ndonë këtë. Ju falenderoj. Faleminderit shumë, faleminderit profesoresh gjithmonë. Faleminderit juve për vëmendjen që na kushtoni. Me shumë kënaqësi patjetër.